Bashkimi Evropian ka një makineri që është makineria më e madhe burokratike e botës, që ndjek 24 orë, 7 ditë javës, çdo gjë që ndodh në një vend që pretendon të hyjë në atë shtëpi. Çdo gjë. Dhe aty nuk të falin ata as për sytë e bukur, as se ju pëlqen deti jon, as se kanë dëgjuar për Gjirokastrën, sepse duan të dinë eksaktësisht ky shteti i ri që po fusim ne brenda, a i përmbush standardet tona? Dhe këtë gjë nuk e llogarit njëri. Shumë interesant, nuk e llogarit. Deri para 10 vjetësh, ne ishim një vend që më besoni ishte shumë e rëndë për mua kur takoja udhëheqësit e Europës. Sepse ndjeja që kishte në brendësinë e tyre një ndjesi që në rastin më të mirë ishte keqardhja. Dhe në rastin më të keq ishte përçmim për vendin tonë. Dhe jo pa faj, se ishim një vend qesharak, komplet qesharak, që s'kishte asnjë lloj pozicioni, asnjë lloj, nuk gëzonte asnjë lloj respekti, thjesht formalitet. Edhe ishte tamam si kur takon dikë që ti e shef që ai po të dëgjon, por ndërkohë po të shikon në një mënyrë që thot, mbaro tani se kam punë do iki. Kjo ishte. Dhe po të kthejmë syt mbrapa, Shqipëria kur në historinë e vet nuk ka qenë në pozicionin që është sot ndërkombëtarisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur e përsëris se kanë zbuluar ata detin dhe malin. Ka ndodhur sepse procesi i shtetbërjes që ne e kemi pasur qëllimin ton strategjik qysh në fillim, po shkon drejt përmbylljes vet. Se në momentin kur Bashkimi Evropian të fut brenda, ti je bërë shtet